Pas 4 vitësh në arrati, kapët i dyshuari për vrasje. Një operacion i gjerë policor është finalizuar me arrestimin e një personi të kërkuar për vrasje të rënd, i cili për vitet të tëra kishte arritur të shmangej organeve të drejtësisë. I dyshuari Mohamed Gashi lidhet me rastin e rënd të 5 gushti 2022 në Lipjan, ku mbeti vrar 22 vjeçari Dardan Gashi, ndërsa u plagos jeton Gashi në një kafene në Lipjan. Pas ngjarjes, njëri nga të dyshuarit ishte arrestuar me njëherë, ndërsa Mohamed Gashi kishte ikur dhe ishte shpallur në kërkim me urdhër të gjykatës themelore në Prishtinë. Sipas hetimeve, ai dyshohet se për një periudhë ka qëndruar në territorin e Serbisë, duke shmangur arrestimin, ndërsa her pas here ka hyrë në Kosovë me dokumente të falsifikuara. Arrestimi i tij është realizuar dje pas një pune intensive hetimore dhe sigurimit të informatave për vendodhjen e tij në një kompleks banesor në Prishtinë. Operacioni është zhvilluar në koordinim me prokurorin e rastit dhe me asistencë të njësisë speciale për shkak të rrezikshmërisë së lartë të dyshuarit. Gjatë ndërhyrjes në banesë, policia është detyruar të përdorin forcë për hapjen e derës, pasi të dyshuarit nuk kanë reaguar. Në momentin e hyrjes, i dyshuari është parë me armë në dorë të drejtuar nga zyrtarët policor, por është neutralizuar me kohë dhe arma është sekuestruar. Në të njëjtin lokacion është arrestuar edhe një tjetër person, i cili dyshohet se i ka ndihmuar të dyshuarit për t'u shmangur drejtësisë. Gjatë bastisjes janë gjetur edhe sekuestruar 2 pistoleta, municioni kalibrave të ndryshëm, substancë narkotike, si dhe dokumente të dyshuara të falsifikuara dhe materiale që dyshohet se janë përdorur për fshehje identiteti dhe mashtrime. Të dyshuarit janë intervistuar dhe me vendim të prokurorit janë dërguar në mbajtje, derisa rasti është cilësuar si vrasje e rënd, ndihmë kryesit pas veprës penale, mbajtje pa autorizuar e armëve, si dhe falsifikimi dokumenteve, ndërsa hetimet po vazhdojnë.